Për çmimet e çmendura që dëgjojmë, 5.000 euro, 3.000 euro metri, 10.000 euro për një dyert së fundmi. Janë realitet? Janë realitet, po janë pjesë e rrogël e tregut. Pra është diçka shumë nuk do t'i preki qytetar që 10 pallate në Tiranë kanë një çmim 4.000 euro, 5.000 euro për metër katror, duhet pas parasysh që 95 pallate të Tiranë kanë një çmim 2.000 euro ose më poshtë. Por ama janë shumë të mira për të bërë headlines, për të bërë lajm, për të bërë. Është normale që të ketë edhe në Tiranë ato që janë pronat shtrenjta, temat të shtrenjta, ndonjëherë bëhet trend që duhet të ketë diçka që të jetë shumë e shtrenjtë. Pra, nuk është se është diçka që tregu po goditet se pronat shkojnë 5.000 euro metër katror. Jo, ka disa ndërtesa ose disa apartamente ose disa zona më mirë në Tiranë që kanë arritur vlera të larta. Kjo është as 2-3% e tregut. Blihen edhe nga persona të cilët nuk i njeh askush, që do të thuash domethënë që thjesht një emër, pasaportë italiane, pasaportë gjermane, por që duhet që është emër shqiptar, krejt papritur bëhet komshi. Nuk do të paragjykuar që fakti që si njeh askush, janë njerëz që kanë fituar të ardhurat e tyre jashtë Shqipërisë, por fakti që ti verifikosh si kanë fituar ato para është pothuajse e pamundur për tregun.